Goja ju qelbet erë, jasti të shpëtoni nga ky seklet për 5 minuta. Një nga problemet më të sikletshme është aroma as pak e mirë e gojës. Kjo lidhet drejt për së drejti me shëndetin e dobët, higjienën orale ose shëndetin e dhëmbëve. Por mos u shqetësoni nëse keni provuar edhe ilaçe të ndryshme për të larguar erën e keqe dhe nuk ja keni dalë. Mjekësia popullore ju vjen në ndihmë për të zgjidhur këtë problem. Me anë të kësaj recete do të largoni bakteriet e grumbulluara në gojë. Përbërësit që ju duhen në përgatitjen e kësaj recete janë: një gotë me ujë të nxehtë, gjysmë lugë çaji kanellë, një lugë çaji mjalt me sodë buke. Gjithashtu ju duhen edhe 2 limona. Pasi siguroni përbërësit, filloni përgatitjen dhe përdorimin e recetës. Hidheni kanellën dhe mjaltin në një shishe të pastër. Shtoni më pas lëngun e limonit, një gotë ujë të nxehtë dhe mbylleni shishen me kapak. Tundeni mirë derisa të bëhet përzierje homogjene. Përdoreni këtë solucion 1 herë ose 2 herë në ditë për të bërë gargar, edhe do të keni një freski më të mirë të gojës suaj.